Përshëndetje, zgjidhim së bashku ushtrimin 14. Në këtë ushtrim ju është dhënë plani alfa tangent në pikën E mbi një sferë me rrezë 5 cm. Na kërkohet të gjejmë OA si dhe AB. Atëherë për t'i gjetur këto do zbatojmë një të marra në lidhje me vendodhjen e planit tangent me pikën në takimit me sferën. Pra në pikën E, OE-ja është pingull me EA, pra është këndi OEA 90 gradë. Atëherë themi që trekëndëshi OEA është trekëndësh këndë drejtë. Pra trekëndëshi OEA është trekëndësh këndë drejtë, sepse këndi në pikën E është 90 gradë. Duke qenë se trekëndësh është këndë drejtë, atëherë ne zbatojmë teoremën e Pitagorës për të gjetur OA të barabartë me r1/4 të OE në katror plus EA/4. OE në kemi sepse është rrezë e rrethit, pra 5/4 ose e sferës, plus EA/4 që është 12/4, është e barabartë me r1/4 të 25 plus 144 që është 12/4, është e barabartë me r1/4 të 169, 5 plus 4 9, 2 plus 4 6, dhe dim që r1/4 e 169 është 13, pra OA-ja është barabartë me 13, prandaj ju thash në një video tjetër që r1/4 dhe katrorët e numrave deri në 500 i dini përmendesh, ha? Prandaj keni kujdes. Gjetëm OA-n 13. Atëherë shikojmë, OA-ja është 13, OB-ja sa është 5, sepse është rrezë e sferës. Atëherë OA-ja është, ta veçojmë vetëm këtë pikë të ushtrimit, pra për kërkesën B, na kërkohet AB baras me pikë pyetje, atëherë do ta gjejmë si diferencë segmentesh. Pra kemi të gjithë segmentin OA 13 që e gjetëm nga teorema e Pitagorës, kemi një pjesë të saj që është 5. Na kërkohet tani kjo pjesa këtu. Atëherë BA-ja është e barabartë me, ose AB baras me gjithë segmenti OA minus BA ose OB. Atëherë është e barabartë me 13 minus 5 është e barabartë me 8 njësi. Pra AB baras me 8. Pra ne në këtë ushtrim gjetëm OA, pra gjetëm OA, duke zbatuar teoremën e Pitagorës, gjetëm dhe OB dhe BA. OB-ja çfarë është, sepse nuk është e dhënë, por dihet, sepse meqense B-ja është pjesë e sferës, pra është këtu, atëherë OB është rrezë e sferës. Dhe meqense rreza e sferës është 5, atëherë dhe OB është 5. Nuk është e thënë në kërkesë, por ty duhet të shkruaj vetë mendja që kjo është kaq. Gjithashtu në kërkesë nuk është e thënë që kjo këtu është pingulle, por ty duhet të shkruaj mendja sepse sfera në pikën e takimit me planin alfa, pra formon kënd 90 gradë dhe kjo këtu EA, pra pika A që është pikë e planit me pikën E në pikën e takimit që do i jetë tangent me alfën EA-ja, pra që është tangente me rrethin dhe është edhe E-ja dhe A-ja janë pikë e planit, atëherë themi që në pikën e takimit dhe me rrethin formon këndin 90 gradë. Prandaj, pra trekëndëshi OEA është trekëndësh këndë drejtë. Këto të gjitha ti nuk i ke të dhëna në ushtrim, por duhet vetë të përcaktosh dhe duke zbatuar një uri të marra ti bësh këto lidhje. Gjithashtu ti nuk ke të dhënë se si do ta gjesh edhe OA apo OB. Pra duhet të shkruaj vetë mendja që OA-ja që nga rrezë hipotenuzë e trekëndëshit OEA, i cili është trekëndësh këndë drejtë, si mund ta gjej hipotenuzën? Duke përdorur teoremën e Pitagorës. Pra kjo është një ushtrim me zhvillim në klasën e 9 ose të klasave të
12 në provimet e lirimit. Por një tjetër mund të jetë i ngjashëm me këtë. Ajo që ka rëndësi është që në lëndën e matematikës ti njohurit ti lidhesh me situatat e dhëna problemore që të janë dhënë.